Po ku ka treg? Po trem populli po llogarit te që nuk pa ham dot neve, sepse e thomë është e helmuar. 10 ton mandarina dhe portokalle po shkojnë dëm në Cërik. Në fshatin Shtërmen, fermieri 78 vjeçar Fredi Bardhi po përballet me rrezikun që prodhimi i një jete të tërë të mbetet i pashitur. Për mungesë tregu, agrumet kanë nisur të kalben në tokë, ndërsa të tjera vazhdojnë të qëndrojnë ende në pemë. Këtu unë kam mbi 900 roj mandarina, portokalle. Gjithë ky der prodhimi shkon kot, po na vjen keq me ata rolat e vjetër që ka instituti bujqësor, që nxjerrin mandarinën të helmuar që po na tremin edhe ne fshatarët, ne që pa prodhojmë, po na tremin thonë është e helmuar. Ne vrasim mendjen na helmohet kjo, që gjithë kjo mandarinë është e rritur me ple organik. Fermieri bën thirrje Ministrisë së Bujqësisë dhe AKU-s që të ushtrojnë kontrolle më të rrepta në treg në mbështetje të fermerëve të ndershëm. Unë i drejtohem Ministrisë Bujqësisë apo të AKU-s të dalin në terren, të shikojnë si është gjendja mandarinës apo e çdo lloje që me çfarë rritur.